Zoti Islami, si mendoni cili do të jetë fati i kësaj proteste? Në këtë rast do të fitojë Edi Rama apo ky është fundi i Edi Ramës me këtë protestë? Jo, fundi i Edi Ramës do vi kur mos bën protestat i ton Rama jepe dore që këta turpe. Pse janë turpe? Ajo është formë proteste. Që që duke kënduara? Qa është bën protestat? Aman Ram jep doretje, në? Jo zotëri, mos e bën tik të ga. Je burri pjekur tani klasin bas. Je në mos pjekur dhe je dhe gazetar me eksperiencë. Si që ka protesta ashtu duke ju lutur Aman jep dorejtjen. Ora, kur del për protest dhe i tuaj dorejtjen... është një formë proteste, ka forma tjera të protestës, është edhe kjo formë proteste. Jo, zotëri, mos e tuaj prapë se po mulkëm tjere unë më detyron tani që të një zërin. Nuk është formë proteste, është qesharakëzimi protestës. është për të bërë protestën tallje. Si duhet si pasjush? Si duhet? Ta them unë, ti duhet jep dorëheqje dhe dil nga zyra. Kështu bëhet kërkesa për dorëheqje. Po sa jep ai qëndron aty? Atëre do ngrihen populli, do të thotë që ai kërkon luftë. Atëre do t'i ngjajmë Nepalit. Do marrim shembullin e Nepalit. S'ka rrugë tjetër. Ky ka dalë, se as në diktaturë s'ka, as në diktator s'ka kur me dëshirë, jo. Të tërë me luftë kanë ikur. Të tërë kanë djegur dhe kanë vrarë edhe kanë mbytur në gjak popullin e tyre. Po shqiptarët duhet hapin syt dhe s'kan punë fare dhe mos hap dorëheqjen ai. Të bllokojnë parlamentin dhe të thonë dili për jashtë. Po ama gjithsesi kjo protestë kaq paqësore e ka tronditur vetë Edi Ramën dhe themelet e politikës shqiptare. Po ta kishte tronditur të kishte reaguar, jo ai tallet jo vetëm që se ka tronditur, po ai tallet. Si e shikoni ironinë e tij, ka të bëjë me një po themi tronditje nga ana e aspektit emocional mendor apo është thjesht reagimi i tij natyrshëm? Aty janë që të gjitha bashkë. Ajo është i tronditur, nuk diskutohet. Ajo është i tronditur sepse nuk di ku do vej tani. Përfundimisht ai do vej në Izrael, që ta dini. Ku e bazoni gjë të tillë se ai mund të largohet drejt Izraelit, sepse i deklaratë të tillë e ka bërë dhe Kastriot Çipi. Dhe ka thënë shumë drejt Kastrioti, dhe ashtu atë do vej, jeni të sigurt. Zoti Islami, çfarë do të thotë sipas jush projekt ligji për dhënien të tokave bujqësore ose më saktë shitjen e tokave bujqësore tek këto huajt, ku Edi Rama ditën e djeshme shpjegoi se ky është një ligj që i shtrin efektet 7 vite pasi Shqipëria të jetë bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ajo është strategji kombëtare. As më shumë as më pak. Ajo është strategji kombëtare. Asnjë vend i botës nuk të shet tokë. Shkon në Greqi merr 1 metër tokë. Asnjë vend i botës. Tokë jo. Po ai mashtron qytetarët, siç e ka zakon. Turmat i mashtron lehtë, sepse turmat nuk janë kështu, nuk janë të informuara. Ka që thjesht është. Zoti Islami, çfarë efekti ka ky lloj projekt ligji që mund të sjell tek vetë shqiptarët, duke qenë se shteti nga njëra anë nuk është se po themi kanë pasur politika të tilla aq efektive sa i përket ndihmës që duhet u jap fermerëve shqiptar, dhe nga ana tjetër bën një ligj të tillë. Çfarë do të thotë kjo? Në radhë parë një do të theksoj një fakt, pastaj do vim te kjo që aty dhe do ma përsëris një pyetje, se mos e harroj këtu them këtë. Instituti i Politikave të Sigurimit Kombëtar ka dërguar protestën dhe ankesën në gjykatën kushtetuese, duke deklaruar dhe duke thënë që ja është shkelur në 1, 2, 3 i kushtetutës. Dhe një gjë ka çuar dhe në SPAK dhe në këtë rast ka dokumentuar dhe ka provuar që Çifutistani kërkon që të kthejë Shqipërinë në Çifutistan dhe jo më Shqipëri, mos ketë më Shqipëri. Tani lidhur me këtë pyetje, më thuaj edhe një herë të lutem. Pyetja ka të bëjë me faktin që çfarë efekti do të sjellë vetë ky projekt ligj sa i përket shitjes së tokave bujqësore tek këto huajt, ku Edi Rama tha se ky ligj i shtrin efektet të tij 7 vite pasi Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë vetë shteti shqiptar nuk i ndihmon fermerët. Po ta lën Edi Ramën të zbatojë atë ligj dhe të nxjerrë atë ligj. Nuk do ta bëj dot atë ligj. Ligj për të shitur trojën shqiptare nuk ka pasur dhe nuk do ketë. Dhe nuk do ketë. Kjo është baras luftë.
poshtit e 1 metër të huajve jenë në luftë me qytetarë shqiptarë. Jenë në luftë me popullin shqiptar, jenë në luftë me kockat dhe me varret e të parëve të shqiptarëve. Jenë në luftë me vetë Zotin. Nuk ka tokë për të huajt. Ka mbaruar ajo punë. Prandaj thash, shko në Greqi me 1 metër tokë, shko në Serbi, shko ku duash ti, tokë, s'ti jep njeri. Po shtëpi t'japin banosh me qirause dhe mu ta blesh. Zoti Islami, si e shikoni përfshirjen e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut, por edhe të Kosovës në protestën para kryeministrisë ku kërkohet dorëheqja e Edi Ramës dhe shpeshherë shumë protestues. Dhe shumë herë shumë protestues kanë pasur dhe flamurin e UÇK-s. Krejtësisht normale. Ne jemi një kombë zotëri. Ne nuk do kishin të drejtë po të vinin grek ose serb të protestonin, po jo shqiptarët. E trojve shqiptare, jo zotëri, jo, ata janë shqiptarë, ata janë pjesë integrale edhe pa kontestueshme e trojeve të Shqipërisë të kohës së lidhjes së Prizrenit. Pra, ata kanë të drejtin e tyre të vinë protestojnë sa herë të doj qefi dhe unë përmjet jush i ftoj, ju lutem shumë, vëllezër shqiptarë të Maqedonisë dhe të Kosovës dhe të Malizi. Hajdeni këtu ta përmbysim se kemi atë dheun e përbashkët e kemi në rrezik. Merreni vesh mirë që kemi në rrezik atë dheun. Zoti Islami, ndërkohë ish kryeministri Ramush Haradinaj ka deklaruar se shqiptarët e Kosovës nuk kanë punë të shkojnë të protestojnë përpara kryeministrisë, aq më tepër me flamur të UÇK-s. Kush o gjatë të drejtë atyre? Ramushi që dha 8.000 hektarë Malizi, Quashiti, ai Ramush, Turk TV, faqen e zezë pas Ramush Haradinaj që ke thënë këtë fjalë. Jo zotëri, ti nuk i ndalon dot shqiptarët. Ti mëso të flasë shqip një herë. Pastaj kërko të flasë të ndalosh shqiptarët vinë aty. Shqiptarët e Kosovës janë shqiptarë zotëri të trojeve etnike shqiptare. Dhe nuk ka burnën e që ndalon, sepse dhe Zbërneci është dhe për Kosovën, Saranda është dhe e Kosovës, Medvegja, Bujanovci, Presheva janë dhe të Kosovës, Shkodra është dhe e Kosovës. Prandaj, këtë mos e thuaj më, turp të vijë që e ke thënë këtë Ramush Haradinaj. Po si është e mundur që Haradinaj e bën një deklaratë të tillë, teksa ka qenë vetë denoncuesi kryesor ndaj kryeministit Edi Rama, i cili kërkonte të ndante Kosovën? Me sa duket ka marrë urdhër nga padronët e përbashkët. Që janë? Janë sërbët. Unë s'kam tuk ta them. As prik. Haradinaj ka qenë një nga elementët kryesorë në Ushtrinë Shërbëtare të Kosovës, ka dhënë gjithë kontribut. Po s'ka mbetur ai qof pas lufte. S'ka mbetur ai ai Ramushi ishte në luftë. Ka evoluar ai Ramushi. Me këto deklarata që bën. Tregon që Çfarë tregon? Tregon që ka trajtuar luftën që ka bërë. Edhe gjakun e vëllezërve. Po nga ana tjetër deklaratën e Ali Ahmetit, si e cilësoni, i cili theksoi se nuk e mbron Edi Rama në këtë rast, por protestat po godasin turizmin. Ali Ahmeti zotëri shkollon e 5 është personi që me njerëzit e tij në vran komandant Telin në atë Gazibaba si quhet ajo në Shkup. Është ai Ali Ahmeti, ai akuzuar për atë vrasje. Me gjithë njerëzit e tij. Pra s'ka fytyrë Ali Ahmeti që të flasi. Ali Ahmeti të shkojë ti caktoi pension ushqimor fëmijëve të komandant Telit që jetojnë në Fukarallok. Atë të bëj Ali Ahmeti. Se është bërë miliarder për vete dhe beti kryetari përhershëm Ali Ahmeti. Turp TV. Zoti Islami, si e cilësoni publikimin nga ana e Taulant Ballës të listë pagesës së ushtarëve të Ushtrisë Shërbëtare të Kosovës, ku midis emrave përveç Dritan Goxhajt ishte edhe ai i Tahir Sinanit, një nga herojve të UÇK-s? Zotëri, të gjithë janë paguar
luftëtarët e UÇK-s gjatë kohës që filloi lufta. Një të sqarojmë një gjë për qytetarët shqiptar që nuk e dinë. UÇK-ja, zotëri, u quajt UÇK nga komunistët shqiptar, nga tradhtarët e kombit shqiptar, sepse ata që formuan me të vërtet që formuan bërthamën e ushtrisë liritare të Kosovës ishin ata që krijuan Farkun dhe që u stërvitën këtu në Shqipëri që në 92-shin dhe ishte Bujar Bukoshi, komandant dhe kryeministri i asaj periudhe. Ishin dhe fonde që patjetër do paguheshin njerëzit që punonin se kishin familje, u do hanin familjet e tyre. Dhe këtë të mos e thonë këta palaco që duan t'i tregojnë, t'i quajnë mercenarë. Jo zotëri. Unë e kam thënë dhe do ta them. Dritan Goxhaj dhe Dilaver Goxhaj kanë qenë në UÇK në luftë dhe vajten për të mos u kthyer. Ishte fati tyre që u kthyen të gjallë. Po familje tyre nuk donin të familje Dilaver Goxhaj nuk donin vdiste për bukë. Se këtu në Shqipëri nuk e donte njeri, se qeveria shqiptare ishte kundër UÇK-s, kundër luftës në Kosovë. Dhe ai Hashim Thaçi, që kur mos dal tani nga ka vajtur, ai Hashim Thaçi ishte që e kërkonin me qeri për të vajtur të firmoste në Rambuje. Del e ndjera të ndrit shpirti Madeleine Albright dhe thot, po kërkohet, ai thot, po kërkohet Hashim Thaçi. Hashim Thaçi të vijë të firmosi. E kupton, dhe Hashim Thaçi ande karamele, ande çokolata te Vila Ermerogjës, te Vila 31 këtu. Kanë bërë luftë civile ata njëllosi që e bërë komunistin qiptar në 43-44 kundër Ballit. E njëta gjë është bërë, më ta më, dhe ka të njëjtin regjisor, Beogradi. Po në këtë rast publikimi i listës nga ana e Taulant Ballës a nuk çon ujë në mullirin e Beogradit duke cilësuar ushtrisë çlirimtare të Kosovës si mercenare? Po Taulant Balla edhe partinë e Taulant Ballës Beogradi e ka krijuar, Beogradi e komandon, Beogradi do ta komandojë atë parti, po që se do ta lëm tjetër pushtet. Dihet ajo. Zoti Islami, si mendoni nëse Edi Rama jep dorëheqjen, a do të përballet me drejtësinë? Edi Rama do ikë në Izrael dhe që andej do ta jep dorëheqjen. S'ka këta gjësh më. Që do të thotë? Që do thot, do iki. Dhe nuk do t'i shkojë drejtësi, se s'ka këta gjë drejtësia, se Izraeli se dorëzon, se ka spion të tia, e ka vlerë kombëtare. Po, në këtë rast, ju mendoni se do të ketë një skenar si Gruevski, si Asadi? Skenarët i hartojnë ata që i realizojnë, unë s'jam pjesë e realizimit të skenarëve, unë pres, çfarë do ndodhë, unë jam në pritje. Po në këtë rast, si e keni parë SPAK-un, apo tregohet aq po themi në lartësinë e duhur kundrejt asaj çfarë po ndodh në vend? Fare, është inexistent. Fare, është inexistent. Turp të vinë të tërë atyre që janë atje.